Zbardhet programi qeverisë Rama 4, paga minimale 500 euro, rroga mesatare 1200 euro deri në vitin 2030. Në kapitullin puna dhe kapitali, njerëz të programit bëhet me dije se objektivi i qeverisë është që paga minimale të shkojë në 500 euro deri në 2026, ndërsa paga mesatare kombëtare 1000 euro deri në 2030 në sektorin publik 1200 euro. Sipas programit qeveria Rama 4 synon që në mandatin e 4 të ul papunësinë e përgjithshme në 6% deri në 200 deri në 2030 dhe papunësinë të rime në 15%. Në vitin 2026 paga minimale në vend do të arrijë në 500 euro. Në dokument theksohet se për 18 muajt e parë të aplikimit të kësaj rritjeje nuk do të ketë asnjë taks shtesë. Paga minimale në 500 euro deri në vitin 2026 me 18 muaj pas një taks shtesë për punëmarrësit me paga të ulta, thuhet në dokument, ndërkohë që paga mesatare kombëtare do të arrijë në 1000 euro deri në 2030 dhe në sektorin publik 1200 euro. Pjesë nga programi Transformojmë shërbimet e punësimit me sistem të zgjuar orientimi karriere dhe në platformë të dedikuar për emigrantët që duan të rikthehen dhe të punojnë në Shqipëri. Ulim papunësinë e përgjithshme në 6% deri në 2030 dhe papunësinë e të rinjve në 15 vjeç. Paga minimale në 500 euro deri në 2026 me 18 muaj pas një taks shtesë për punëmarrësit me paga të ulta. Paga mesatare kombëtare 1000 euro deri në 2030 në sektorin publik 1200 euro. Garancia rinore ofron punë, trajtim dhe arsim për mbi 40.000 të rinj brenda 4 muajve nga regjistrimi. Forcojmë barazinë në paga dhe politikat aktive për punësimin e grave, zgjeroj modelin dual. Arsimit profesional në partneritet me biznesin dhe certifikim ndërkombëtar të kualifikimeve deri në vitin 2030. Një në 3 nxënës ndjekin arsim profesional. Shkollat profesionale kthehen në qendra multifunksionale me konvikte moderne dhe kurse afatshkurtra për profesione të kërkuara. Garantojmë kushte të barabarta pune, trajtim dinjitoz, sistem social të qëndrueshëm dhe të besueshëm. Vijojmë me nënshkrimin e marrëveshjeve bilaterale për njohjen e pensioneve, duke siguruar kushte të barabarta pune dhe mbrojtje sociale të plotë për shqiptarët që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Ndërtojmë programe të dedikuara për diasporën, për kthim të talenteve, transferim eksperience dhe ndërmjetësim punësimi në sektorët prioritar.